Armando Broja shfaqet si opsion për West Ham. Bisedimet me Burnley kanë nisur, edhe pse është vetëm fillimi i tyre. Roshane Thomas, i cili është korespondenti i West Ham dhe punon për The Athletic, jep informacionin e detajuar. Oli Scarlls mund përfshihet në marrëveshje nga West Ham për të ulur koston nëse do të ketë transferim përfundimtar. Fakt është se West Ham ka shfaqur edhe më parë interes për sulmuesin e kombëtares. Gjatë kësaj kohe është përmendur edhe Lazio, ndërsa largimi nga Burnley duket i pashmangshëm. West Ham është një nga klubet historik të Anglisë. Në vitin 2023 ja doli të fitonte edhe Ligën e Konferencës. Edicioni i kaluar ishte një nga zhgënjimet më të mëdha. Kjo pasi ra nga kategoria dhe do të luajë në Championship. E ardhmja e Alan Shearrit te Cagliari vijon të jetë e paqartë, ndërsa emri i portierit kombëtares shqiptare vazhdon të qarkullojë në merkaton italiane. Sipas Il Secolo di Cianoves, Spezia po kërkon një portier të ri, pasi pista që qonte te Davide Merelli është komplikuar. Favoriti i momentit mbetet Alessandro Mikai, i cili aktualisht është lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Reggianan. Megjithatë, Spezia është gati të intensifikojë kontaktet për Alan Shearrin. Portieri shqiptar po zhvillon fazën përgatitore në Cagliarin, ndërsa drejtuesit e klubit sarд pritet të marrin një vendim për të ardhmen e tij pas ndeshjeve miqësore të verës. Spezia e vlerëson Shearrin si një profil me eksperiencë dhe cilësi, ndërsa interesimi për gardianin kuqezi mbetet aktiv në pritje të zhvillimeve të ditëve në vijim. Në rast se pista Mikai dështon, Alan Shearri pritet të jetë emri kryesor që synohet për të marrë vendin mes shtyllave të skuadrës ligure që militon në Serie A. Christian Aslani duhet të presë për të mësuar të ardhmen e tij, e cila padyshim do të jetë larg Interit. Zikaltrit nuk e marrin më në konsiderat si pjesë të tyre dhe po mundohen që t'i gjejnë një sistemim, por për momentin ende pa sukses. Ditët e fundit në Itali u bë e ditur se ai ishte ofruar Al Ittihad në Arabinë Saudite si pjesë e transferimit të mundshëm të Musa Diabit e Zikaltrit nga ekipi saudit, por duket se çdo gjë është mbyllur me një jo. Pa filluar mirë, pasi Al Ittihad ka bërë lëvizje të tjera. Mediat ndërkombëtare raportojnë se klubi në fjalë ka gjetur akordin për transferimin për 19 milion euro të senegalezit Dion Lopi nga Almeria. Futbollisti në fjalë luan në të njëjtin pozicion si Aslani, e kështu është e qartë se klubi saudit nuk do të hedh hapa të mëtejshëm përmes fushorin shqiptar, edhe për faktin se rregulloret e kampionatit kufizojnë numrin e të huajve në fush. Ndaj Aslani mbetet në pritje për të mësuar të ardhmen e tij me negociatat me klube të ndryshme që nuk kanë gjetur një fund të lumtur deri tani, edhe për çështje ekonomike, pasi lojtari ka një rrogë të lartë, apo edhe për kërkesën e rreth 10 milionë eurove nga Interi për kartonin e tij. Gjatë një interviste të dhënë për Sky Sport, Mërgim Vojvoda ka folur për javët e para të tij te Udinese. Ish lojtari i Komos ka treguar: "Kam ndjerë një besim të madh nga ana e klubit dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Jam shumë i lumtur. Dua të provoj të bëj diçka të bukur dhe më të mirë se në të kaluarën." Runjaic, kemi biseduar. Ai është i kënaqur që më ka këtu. Vojvoda ka dhënë edhe një koment për Nicolo Zaniolon. "E dim që ka cilësi të mëdha, që mund ta ndihmoj skuadrën. Shpresoj që të kuptohemi mirë me njëri tjetrin." Skuadra e Hajduk Splitit ka humbur 2-1 ndaj Varaždin në ndeshjen e parë të sezonit të ri në elitën e futbollit kroat. Në këtë ndeshje, asist bëri mes fushori i kombëtares shqiptare Adrion Pajaziti. Pajaziti asistoi te goli i vetëm i shënuar nga Pukstas në minutën e 56. Në këtë ndeshje, minuta nuk pati për dy lojtarë tjerë shqiptar, si Bruti dhe Raci, që janë edhe ata pjesë e Hajdukut të Splitit, por e ndoqën ndeshjen nga stoli. Transferimi i Mirlin Daku te Spartaku i Moskës pritet të zyrtarizohet së shpejti, por sulmuesi shqiptar nga Kosova po përballet me një situatë të pakëndshme, ende pa e veshur fanellën e klubit rus. Shkak janë bërë disa tifoz ekstremist të Spartakut. Bëhet fjalë për tifo grupin Crazy North, që ka dalë publikisht kundër afrimit të tij, duke përdorur gjuhë fyese dhe mesazhe me përmbajtje të rëndë ndaj shqiptarëve. Në kanalin e tyre në Telegram, grupi Ultras shkroi: "Shprehim kundërshtimin ton të plot ndaj transferimit të mundshëm të Mirlin Dakut në klubin ton. Ne mbështesim popullin vëlla serb dhe qëndrimi ynë ndaj ustashëve, si dhe veçanërisht ndaj shqiptarëve dhe kosovarëve, mbetet i pandryshuar." Në anën tjetër, mesazhi në pankartë thuhet: "Fundërina shqiptare jashtë." Mbetet po tu parë nëse këto reagime do të bëhen pengesë për transferimin e Dakut te Spartaku i Moskës, apo gjithçka do të finalizohet me sukses.
Portieri shqiptar, Simon Simoni, zhgënjen në 2 ndeshjet e para në Superligën e Zvicrës. Skuadra e Luzernit pësoi sot humbje 3-0 ndaj Sionit, në ndeshjen e raundit të dytë të kampionatit. Ai ka pësuar 6 gola në 2 ndeshje. Vlen të theksohet fakti se në duelin e sotëm ndaj Sionit, golin e parë e shënoi shqiptari i Kosovës, Donat Rudhani, në minutën e 9. Trajneri i Genoas, Daniele De Rossi, ka folur dje pas miqësores së luajtur nga ekipi i tij ndaj Leicester, edhe për Mario Mitajn. Futbollisti nuk bëri debutimin e tij në këtë miqësore dhe trajneri shpjegoi se pse kishte lënë jashtë lojtarin, por duke mos kursyer elozhet për futbollistin e kuqezinëve që ju bashkua pak ditë më parë skuadrës. Ai ka cilësi të shkëlqyera, ofron shumë zgjedhje, e nxjerr ekipin mirë përpara me top dhe di si të shtyjë. Edhe fizikisht, pavarësisht se nuk është një dollap, ai ka shpejtësi, e mban, luan me cilësi dhe shkon përpara. Shumë i ngjashëm me Martin ose Angelino, këta mbrojtës të krahut që nuk janë gjigant, por din ku ta çojnë topin. Për sa i përket cilësisë dhe prekjes, ai do të na arrisë nivelin dhe kam ndjesinë se ai mund të luajë edhe në pozicionet e tjera në fushë. Tani le të shohim sa kohë kemi. Ai ndjehej mirë sot, por nuk doja ta rrezikoja. Ishim të lodhur ne nga udhtimi e lëre maj, të cilit i duhet i nënshtrohej vizitave mjekësore, fotove dhe firmave. E lash jashtë, por ai është në gjendje të mirë. Ai është pak prapa nesh në përgatitje, sepse ka bërë më shumë volum se sa intensitet, por nga të dhënat që kemi parë, ai do të jetë mirë së shpejti. Ishin fjalët e De Rossit për mbrojtësin e kombëtares shqiptare. Juventusi ka zyrtarizuar gjatë fundjavës afrimin e 2 sulmuesve të rinj. Bardhëzint blen më në fund Randal Kolomuanin dhe pastaj edhe Kerim Alajbegovic, duke shpenzuar për të 2 futbollistët shifra që mund të arrijnë deri në 90 milionë euro, në varësi të bonuseve. Por ndonse tani më në fund ka sulmuesit që kërkonte në dispozicion, trajneri Luciano Spalletti ka vendosur që të mos heqë dorë nga Armand Durnishi, sulmuesi i talentuar shqiptar, i cili prej 2 vitesh është pjesë e përfaqësueseve të moshave kuqezi, ka qenë që në startin e grumbullimit përgatitor, pjesë e lojtarëve në urdhrat e trajnerit. I afruar fillimisht për të bërë numër derisa të plotësohej skuadra, Durnishi ka luajtur rregullisht në miqësore deri tani, pasi Spalletti ka preferuar ta shohë në veprim. Dhe duket se trajneri është bindur nga aftësitë e tij, ndaj ka vendosur ta marrë me vete në turneun që Juventusi do të zhvillojë në Hong Kong dhe Australi. Emri i Durnishit ishte përfshirë në listën e skuadrës që është nisur drejt Hong Kongut, ku të mërkurën Juventusi do të përballet me Chelsea, para se të udhëtojë drejt Australisë, ku do të luajë miqësore me Interin dhe Palermon. Skuadra e Brøndbyt shënoi fitore minimale 1-0 ndaj Viborgjit në ndeshjen e vlefshme për javën e dytë në elitën e futbollit danez. Golin e fitores e shënoi futbollisti shqiptar Olti Hyseni. 19 vjeçari shënoi me kokë në minutën e 80, pak minuta pasi u fut në lojë. Kujtojmë që dje Hyseni u prezantua te skuadra daneze dhe sot shënoi menjëherë gol që ja siguroi 3 pikë skuadrës së tij të re. Ai u bashkua me skuadrën e re nga radhët e danezëve të Sonderjyskes. Sulmuesi Giacomo Vrioni duket se ka rilindur te skuadra austriake e Wolfsberger. 27 vjeçari e nisi kampionatin me dopjet, teksa gjeti i pari rrugën e rjetës në këtë sezon për skuadrën e tij. Futbollisti i kombëtares shqiptare shndroi në gol një 11 metrash në minutën e 18, duke i dhënë avantazh ekipit të Wolfsberger në përballje ndaj Austrisë së Vjenës. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-0. Vrioni nuk u mjaftua me kaq, teksa në minutën e 63 shënoi sërish me penallti, duke u treguar tepër i saktë nga pika e bardhë e 11 metrashit. Vlen të theksohet fakti se Vrioni arriti të shënonte një numër të konsiderueshëm golash edhe në testet miqësore, duke u shndruar në një bomber të vërtetë.